Kombëtarja shqiptare është në poshtur në shtëpi përballë Anglisë në ndeshjen e vlefshme për kualifikuesit e botrorit 2026. Sfida e zhvilluar në stadiumin Air Albania përfundoi 0-2. Pas këtij dueli ka folur Kristian Aslani: "Ndeshje shumë e vështirë, jemi mbrojtur mirë, posuam gol nga korneri, por skuadra ka bërë një ndeshje shumë të mirë. Kemi lënë shpirtin në fushë dhe jemi të lumtur për këtë. Na vjen keq sepse çdo lojtar dëshiron të fitojë ndeshjen. Anglia është një ekip shumë i vështirë. Jemi të lumtur sepse kemi bërë një paraqitje shumë të mirë. E dinim se e kishim parë në video dhe Anglia bënte një presion shumë të mirë sa humbte topin. Provova që të shkoja unë brenda dy mbrojtësve, por vinte Bellingami. Megjithatë, bëm një ndeshje shumë të mirë. Broja, nuk e di, është brenda me doktorin dhe po bëjnë testet. Shpresoj mos të ketë ndonjë dëmtim. Deri më tani kavilja nuk ishte e njëjtur. Edhe unë shpëtova për pak, por janë gjëra fushe. Vetëm të mos ketë dëmtim Armando, inshallah kthehet për mars mirë, sepse na duhet, kemi nevojë për të."